Me ja kthy fjalën prindit është gjuna shumë e madh. Nuk ka gjuna në botë më të madh për një fëmijë se me ja kthy fjalën nanës që e ka rritë, u kujdes për të, ka nejt pa gjumë për të, ka nejt, e ka përcjell gjithë natën kur ka pas mundje. E ato nanat që sikur e patëm rastin janë vetë ushqyse, dalin, e punojnë, e angazhohen, e lodhen, edhe vjen fëmija në fund, ja kthen fjalën, nuk janë dëgjon fjalën, i gjun rrobat, se han ushqimin, si bën detyrat, kjo është gabim i madh, duhet prindit mi respektu, sepse Allahu na ka urdhëruar që ata me i dash, me i respektu dhe me i ndëgju. E mirë po, na ka lënë Zoti mundësinë me kërku falje, e mira është që prindët kanë zemrën e butë, edhe pranojnë kërkimin e faljes, po mundësisht mos me përsërit, me kujtu që qysh ti s'ki qef dikush me ta lëndu ty zemrën, po nanës me ja lëndu zemrën është shumë e rëndë. Allahu të dhasht kujdes që me qenë me respekt sa më të madh ndaj prindve.